Në xhaminë e bukur të Sahatit në Gostivar, të udhëhequr nga Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj, bashkëveprimtarët e tij, në prezencë të muftiut të Gostivarit Sabaudin Zendeli, muftiut të Tetovës Selver Xhemaili, dekani i Fakultetit Shkencave Islame, profesor doktor Abdul Xhemil Nesimi, drejtori i përgjithshëm i medreses Isabeu doktor Islam Islami, shefi i kabinetit doktor Abdul Kerim Iseni, drejtorëve të riasetit dhe para shumë hoxhallarëve, hafizlerëve, mysafirëve, xhamatlinëve të shumt, u promovua Hafizi Mizan Bajram Ali Lush, nxënës i Institutit të Hifzit Hafiz Hasan Zendeli, i cili mësimet e hifzit i ndoqi te Muhafizi Hafiz Elesa Hasani, drejtori i institutit. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Në fjalën e tij përshëndetse, Muftiu Sabaudin Zendeli vlerësoi angazhimin dhe sakrificën e Muhafizit dhe rrugtimin e Hafizit të ri dhe familjes së tij, duke lutur Allahun që për këtë vepër madhështore Hafizit t'i jap shëndet dhe t'ia shpërblej mundin në dy botrat. Ajo që e veçon Gostivarin këto vite, 2 vitet e fundit me hapjen e qelluar të Institutit të Hifzit dhe bukur leximit Kuranit. Nga vetë ideja që lindi nga ish muftia, tani Reisul Ulemaja, vërtet ajo veç jep më fritet e saj. Dhe nga mesi i besimtarëve të Gostivarit, të rrethinës së muftinisë së Gostivarit, të kemi edhe ne, ata të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cilësoi më të ndershmit, ata janë hafizët. Ata cilët bartin Kur'anin famulart në mendjet e tyre dhe në zemrat e tyre. E dita është që të ngriten dhe inshallah në ditën e gjykimit të jenë ato familje të cilat Allahu do t'i dallon, qoftë me ndriçim me nurin e tyre, me veshjet e tyre të posaçme, nga se janë për kujdes për të pas një hafiz në familjet e tyre. Dhe e treta, shumë e rëndësishme, që të ruajmë institucionalitetin e kontinuitetit të hafizderve që e ka pas territori i muftinisë së Gostivarit. Kjo është kënaqësia më e veçantë. Dhe sot ne bëjmë promovimin e hafizit më të ri për momentin në territor të muftinisë së Gostivarit, Hafiz Mizan Bajram Ali Lush, por edhe një sukses të veçantë sepse i njëjti fëmijë kuptohet se qoftë nga familja ku jeton, qoftë nga familja e nënës së tij, është në një ambient të rrethuar me Kur'anin dhe me fjalën e Allahut fuqiplot. Qoftë fjala e Allahut dritë për jetën e tij, për familjet e tija dhe inshallah gjithmonë kështu raste të lumtura dhe të veçanta që na gëzojnë neve gjithve. Allahu xhaleshanuhu na mundsoft edhe në të ardhmen. Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj, në fjalën e tij, vlerësoi lart figurën e Hafizit dhe të Muhafizit, ndërsa theksoi se ishte kënaqësi e veçantë të marrë pjesë në këtë gëzim dhe ceremoni të hifzit. Shumë i dashur dhe i nderuari Hafizi i ri që na ka dhënë fatin dhe nderin. Sot jemi në hijen e hifzit të Kur'anit Kerimit. Hafiz Mizan Efendi Lush, më lejoni vëllezër t'ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatitë të Madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju. Nuk ka gëzim më të madh se kur e merr ftesën për promovimin, solemnitetin e një hafizi të ri. Mirë po kur hini muhafizi joni nderuar dhe lexuesi i madh i Kur'anit famlar, drejtori i Institutit të Hifzit, Magjistër Elesa Efendi Hasani, bashkë me hafizin e ri, edhe u habita në atë gëzim
edhe u mahnita shpirtrisht, mu duk shumë i vogël. Dhe unë sot do të quaj voglushin që kretë Kur'anin e futi në mendjen e ti, në trunin e ti, prej surës El Fatiha e deri në surën e fundit Kul e'udhu bi rabbin nas. Një voglush 13 vjeçar. Dhe thash në veti, oj madhi Zot, edhe ky është argument se Kur'ani është fjala yte, është mu'gjize, është mrekulli. Një voglush 13 vjeçar ta mësoj Kur'anin famlart për mendësh. Duan e rastit e bëri ish Reisul Ulema, Hafiz Arif Emini, ndërsa paraprakisht për uktimin dhe biografinë e Hafizit të ri, foli referenti dhe kryetari Komisionit të Hifzit pranë muftinisë së Gostivarit, Hafiz Jusuf Gjeladini. Hafizi i ri, Mizan Bajramali Lush, ka lindur më 19 korrik të vitit 2012 në Gostivar. Shkollën fillore e filloi në shkollën fillore Bashkimi, ndërsa aktualisht e ndjek klasën e 8 pranë shkollës fillore Mustafa Kemal në Gostivar. Hifzin e Kuranit e filloi më 18 e njishit 2021 në udhëheqjen e muhafizit të nderuar magjistër Elisa Efendi Hasani, direktori i Institutit për Hifz dhe Bukurlexim të Kuranit famëlar, ndërsa e përfundoi me sukses më 207 të 2025. Me vendim të muftiut të nderuar të Gostivarit, Haxhi Sabahuddin Efendi Zendeli, u formua komisioni për hifz në këtë përbërje. Hafiz Jusuf Efendi Gjeladini kryetar, Hafiz Jakub Efendi Jakupi antar, Hafiz Tahir Efendi Halimi antar, si dhe Hafiz Mahmud Efendi Boleci antar. Seancët e ndëgjimit të Hafizit të ri u mbajtën më datë, 9/1 2026, dita e premte, 12/1 2026, dita e hënë dhe seanca e fundit u mbajt më 16/1 2026, dita e premte, në klasat e Institutit për Hifz dhe Bukurlexim të Kuranit famëlar Hafiz Hasan Efendi Zendeli në Gostivar, ku Hafizi e mbrojti me sukses të shkëlqyer hifzin para komisionit. Në fund nga Muftinia e Gostivarit, Hafizit i nda certifikata e hifzit dhe plaket, ndërsa muhafizit i nda 1 milion për kontributin e dhënë. Reisul Ulema ndau nga një dhuratë materiale, pliko për Hafizin dhe muhafizit, si dhe një dhuratë shumë domethënëse që ishte një udhtim në umre për Hafizin e ri. Një dhuratë për Hafizin e ri, gjithësisht një telefon celular, u nda edhe nga qendra IKD Debresh, me Selinë Efratikon të Zvicrës.